Kafe në Shqipëri? Tani nuk e di më bëre mirë që ma bëre këtë pyetje, po është katastrofë. Edhe populli ka arrit në gjendje dhe mund mos tapit dot në mëngjes. Të paktën flasim një kafe siç më the ti, jo 2 e 3 gjatë ditës. E ti është 2-3 veta, të vi një njeri apo të kesh një shok një mik nuk jep dot. Me ofertë në mëngjes, flitet e stacioni fundit Tiranës së Re, 700 lekë. Po mbaroj oferta, do vej më shumë. Populli është në gërje, qeveria s'do ta shikoj, i është 3 rrugëve, jo do shtrihet. I është 3 rrugëve. Le të bëj kushdo e sapin e vet, sa rrugë merr, sa gjëra, e pastaj le të tonë që shajmë ne qeverinë. Të bëhet e sapi. Është rritur ndër vite çmimi i kafes? Po. Ka qenë më lirë më parë? Po, shumë më lirë. Po kur ka qenë? Unë kam arritur, mosha ime, kam arritur se kam qenë në punë prej vitesh, flasë tani kam 4 vjetë që s'punoj, do të më i sëmur. Po ka arrit në mëngjes, ka pas që mund të themi të ralla për të mos, për qenë korekt edhe për moshën që kam. Ka qenë dhe 400 lekë të vjetra. 400 lekë. Ka qenë 500, hajtë më kur u bële 600 edhe fliteshin ofertat e mëngjesit, po tani si kemë. S'ke mundësi. Kur kam udhëtuar për në Vlorë, kam qëndruar tek një farë autogrille në Lushnjë. Ka qenë flas për shumë kohë, përveç vitit të fundit, prej një viti. Deri në 600 lekë dhe shtyje dhe ndalonin njerëzit, merrnin diçka, e vinin në gojë. Jo, kam para 2 muajsh, me 800 e kam bërë debat me kamarierin. Ki po debat me kamarierin? Po. Po i thash e keni pas me drejt zotit keni ka qenë kaq lekë. Djetë që tani çdo kush i ta kthen përgjigjen si do vetë, të bësh sherr nuk ja vlen. Po deshe tha hajde pije. Sa kafe pije ti kur ishte me 400 lekë kafe atëherë? Kur kam qenë shofer me autobusat e linjave brenda Shqipërisë, nga që nuk lejoj alkooli dhe kisha një punë të atill që kisha të bëja me jetë njerëzish, isha i detyruar që pija vetëm kafe ndaç kur më qerasnin njerëz për respekt, për gjë, kam arrit dhe 15 kafe në ditë. 15 kafe në ditë nga 400 lekë? Mbas asaj pune që jam shkput në autobusat, që kam qenë jo me kamiona gjëra kështu, pasaj e shikoja unë ta sysh me gjatë punë. 700 lekë kafe ose kafe pinë? Tani me zi pi një, edhe një karase se pi dot. Se pi, e pi të shtryllu. Sot s'kam birë fare, po iki të një mik që më ka folur dhe mbaj shpres ma jap sot ai. Burit. Buri, thu, e ke hapur, ti po më interviston, zotria po më telefon, kështu, po më filmon. Po filmon, po. S'ka, të flasësh tu. Nga 15 kafe i kafe. Kam arrit se pi dot një. Po vetë fakti, me ofertë në gjesë tonë këta 700 lekë. Ki ndë i ndip se arrit kafe në çmimin e kafes? Tani dikush që ka atë punë edhe zhvillon atë aktivitet, justifikohet që ka fajin qeveria, si a dalim dot me tatime, jo kemi pagesa, jo kemi qa, nxjerrin ata, nxjerrin 500 lloj gjëra, unë s'kam të drejt i verifikoj ata. Si njeri. A është rëndësishme kafja në jetën tuaj për diçka ose në jetën e shqiptarëve njerëzve? Nuk besoj për këtë moment që flasim bashkë, të jetë një në këtë rruzullin toksor, jo në Tiranë e Shqipëri, po në rruzullin, e të mos pit dot një kafe të vetë me mëngjes para sa të ikim punë. Na kanë gjetë pikën e tokët, mbase ka njerëz që se pin, inshallah, qofshin mirë edhe mos ta kenë të nevojshme. Po nuk besoj që një kafe, të paktën në mëngjes çdo kush, si në punë, si pa punë, si mirë, si kej, si pa mundur, një kafe unë di që pijet. Duhet pijet, po, në gjithë botën. Që abuzohet, nuk ka të bëj fare. Edhe si kur një farë të drejtë ta kenë ato bizneset, kundrejt shtetit, ta gjenë me shtetin, jo ta abuzojnë me popullin e thjeshtë, është gjuna. Po abuzove me këtë popull, të një kafe llogarit që mund të bëhet më tuti. Edhe si që po bën, jo janë bërë, si që po bën, katastrofë. Katastrofë, ta përsëri. A mendon se është rritja e çmimit të kafes është një arsye shumë e fortë që shqiptarët abuzimi është i gjithanshëm, asnjë që na ai personi që ka deri tek më i madhi, deri tek më i fundit e si ta marrësh me shtet e pa shtet e me institucione, abuzimi është në të gjitha gjërat. A mendon se është një arsye e fortë që shqiptarët duhet bëjnë bashkë dhe të protestojnë? Shqiptarët mallkuar qofshin, tani ta them me të ngrit zërin, mallkuar qofshin që s'po ngrihet, se këti shqiptari është ngul, ti kam palë që s'po reagon më. S'po ta them vetëm për kafen, shiko jetën e përditshme, shiko rrogën që merr, shiko gjërat që ke, shiko çmimin, s'merr dot një ushqim, një gjë. S'merr dot një gjë më të thjeshtë, vetë dot në një institucion zgjedhësh hall si atë del dot.
qoftë spitalet po të zë shembull, nuk po të them për gjyqe për gjëra më të tash. Zvedet dot. Po së ropën doktorët në legët, zvedet dot. Mund të kesh në jo 1.000, po në 10.000 një doktor të sakt. Të tjerë di ke posu dhe legët së të prekin me Kemi do. infektu dhe në tjerë, do më thonë. Tani, Jo vetëm politikë. qa mund të them, për ato që i kanë vojtë kuris, po ta flasë edhe me bindje. Të thash, ti më intervjuson, zotreja po më filmon, nuk po më shiem. Po jenë nga të pak të Po një që po e vuajnë kuris. Pse nuk flasim? Pse s'do populli letëri, mire ka kështu, se ky popull u sakatua iku jashtë shtetit. Këtu iku më shumë në gjysmë e Shqipërisë, qa pret më, po të bësh statistikë, se dhe statistikat po i gënjajnë. Këtu populli ka ikur, u shfaros, edhe ky që ka mbetur i shvën thika në palcë, qatë të mund, kur ky popull s'do vetën e vetë, nuk do dalun t'i them popullit, të ngrihet. Unë e flasë për vetën tim. Për vete, po. Të kthejmë dhe njërë kafja? Se aty. Të kthesh ku duash ti, unë për sa ka mundësi do të përgjigjem, për veten tim, jo për njerëz tjerë. Po për veten patjetër, nëse do flasësh çdo kush nga ne për veten e tij, kjo do jetë gjë shumë e mirë për të vlerësuar që bën atë bashkimin e rëndësishëm. Ju thotë që keni pas pirë 15 kafe Po, është edhe në vendet ku i kam pirë, po të jetë mundur dhe e verifikojnë. Ne verifikojnë. Po të shkonit ju për shembull, nëse shkoni në një vend për shembull, në një lokal, edhe thot kamarieri ose banakeri thotë që nuk të shërbej kafe se është fikur ekspresi. Këtë pyetje besoj unë, ma bën për këtë ngjarjen e fundit në Manzë të Durrësit. Besoj unë. Mund të them një gjë. Të thash pak më para e lidh prap me llafin tim që ky problem abuzimi është që na më i vogli deri tek më i madhi. Nuk besoj që kafeja të jetë çdo gjë sebeb i çdo gjë. Megjithatë për këtë ngjarjen e Durrësit mund të them vetëm një gjë. Mund të jetë sebeb i kafeja. Le të kërkohet se mund të ketë gjëra të tjera mbrapa. Bravo. Tani, unë si person, me që ma bëre mua pyetjen, që të mos dal në tema ty dhe të prish punë për më shumë, të qëndroj shumë. Po të më thua është shfikur dhe nuk ka, unë do iki. S'ka arsye do. Po do iki, s'kam të shbëj, sepse nuk është. Unë jam e quaj vetën klient dhe vete për klient. Nuk më jep do iki, do vete të një tjetër. Në qovë se aji person e bën ka stile, s'do të shërbej dhe i thot e shfik ekspresi, prap ati s'ke qa i bën. është e drejtë e ti, se quhet në punë. Dhe kur lind debati në punë, justifikohet, a erdi më ramë qafë, thot, nuk e ra shumë. Përsa ditë gjykoj unë, për moshën time. Me gjithatë mendoj që se bebi është diku tjetër, nuk është kafe, si për atë që ka qenë punë, si për këtë që ka vajtë për kafe. Po si ka mundësi që kemi arritë domethënë të vrasim njëri për Populli, tani e vret njëri, unë kollaj fare, kërkon domethënë gjykim të shkurtuar, të falet një treta, vete një vit në burg, u soll mirë tonë ata, të falin dhe ata një gjysmë dënimi, dole për jashtë, miru pafshim,